Teoria shpesh herë bëhet e lodhshme. Prandaj neve sot do të flasim për histori reale, për suksese të dukshme, por edhe histori të cilat ndoshta nuk kanë shkuar ashtu siç ne dëshirojmë shpesh. Sot e ftuara jon është Armina. Përshëndetje Armina. Përshëndetje. Është psikologe me eksperiencë 13 vjeçare dhe punon në qytetin e Durrësit. Mirë se u gjeta. Faleminderit që erdhe Armina. Faleminderit për ftesën. Armina, si ka nisur rrugtimi yt në këtë fushë? Atëherë puna ime e parë ka qenë në një institucion shkollor, në një shkollë publike. Paralelisht Ishe psikologe shkollore? Paralelisht nisja dhe masterin për psikologji klinike. Aty takova dhe supervizoren time të parë, e cila më ofroi rastet e para, le të themi, dhe më dha dorën për të hyrë te kjo botë kaq e bukur e terapisë, të zhvillimit dhe terapisë ABA në atë kohë. Kështu që mundesh të bëja trajnimet e duhura, pastaj mora rastin tim të parë, me sfidat dhe vështirësitë e veta, normalisht me atë intensitetin që ka kjo punë. Çfarë të bën ty, çfarë të motivon në punën tënde? Çfarë të jep ty më shumë gëzim, po themi, në këtë punë që vazhdon prej vitesh dhe ke marrë një iniciativë shumë të madhe duke hapur një qendër goxha të madhe me goxha punonjës? Unë mendoj, normalisht e kam kuptuar diku, po them, që në 5 vjeçarin tim të parë të punës, se shpeshherë ne kemi këto që kalon një 5 vjeçar dhe deri diku në disa punë bie ai entuziazmi dhe motivacioni për të dhënë 100%, për të qenë aty, për të qenë produktiv. Kjo gjëja vetëm ka ardhur në zhvillim dhe në rritje. Dhe kur ti e gjen veten që flet për punën edhe kur del në kafe, flet për punën edhe me njerëz që nuk janë të punës, ti e shikon veten në kohën e pushimit, që je duke parë diçka për punën, që ke gjetur një gjë të re, që ke bler një material të ri. Është pasioni që të është pasion dhe ti e kupton që kjo është ajo gjëja që ty të gëzon, njësoj sikur të gëzojnë dhe gjërat e tjera dhe nuk bën dot pa të. Që kjo është ajo gjëja që të mban gjallë, të mban aktiv, të mban aty. Durrësi është një qytet i vogël dhe po them zërat çarkullojnë, atëherë vinë fëmijë dhe raste të reja, rritesh gradualisht. Normalisht dhe specializohesh dhe më shumë të thellohesh dhe më shumë tek puna që ti bën. Fillimisht ka qenë një studio e vogël dhe jo shumë në pozicion të favorshëm gjeografik, sepse nuk isha në qendër Durrësit, prindit u desh të vinin tek unë. Tani ti ke një qendër të kompletuar, ë? Tani është ëndra e bërë realitet. Mbas një punë 10 vjeçare për këtë pjesë. Mbas një punë 10 vjeçare intensive, kur sikur se dhe thash, kërkesat ishin në rritje, kisha nevojë për persona të cilët punonin me të njëjtën mendësi, talent, dashuri dhe përkushtim. Shumë e vështirë për ta gjetur në ditët e sotme njerëz kaq të motivuar realisht. Kam pasur fatin e madh, sot tek kësaj dite vajzat e para që kanë punuar me mua janë pjesë e stafit tim, janë mbështetja ime më e madhe. Vazhdojmë të punojmë bashkë. Patjetër kur ndam të njëjtat vlera dhe qëllime, rruga është më e lehtë. Dhe mbas një pune 10 vjeçare, le të themi intensive, mendova që ishte momenti i dur për të hapur diçka edhe më të madhe, siç është ofrimi një qendre multidisiplinare. Çfarë shërbimesh konkrete, domethënë ofroni ju aty? Përposhtë terapive të zhvillimit, terapisë ABA, terapisë logopedike, e kam parë si pjesë shumë të rëndësishme dhe të pandarë dhe pjesën e fizioterapisë, terapisë okupacionale, pasin e një ambienti sensorial, dhomë sensoriale që e quajmë ne, që është një ambient i veçantë i dedikuar për fëmijë që ka nevojat ndryshme, sidomos nevoja sensoriale. Kështu që teorikisht i ofrojmë disa shërbime njëkohësisht. Mendoj që është një qendër që ja lehtëson pak punën prindrit, sepse ndonjëherë fëmijët kanë vështirësi të ndryshme. Duhet çuar ke logopedi, po pastaj ke terapia zhvillimit, po pastaj ndonjëherë edhe në fizioterapi, fakti që janë të gjitha gjërat në një vend është një lehtësim shumë i madh. Armina, të përgëzoj shumë për iniciativën që ke marrë dhe shumë suksese. Kurioziteti më shtyn më shumë të pyes që si është të punosh në Durrës? Ç'a vështirësi hasni më shumë në qytetin tuaj? Se do bëja një, po them, parashtrim të kohërave, fillimisht ka qenë shumë e vështirë. Normalisht Durrësi nuk është se ka pasur shumë qendra. Normalisht çdo qytet ka dinamikat e veta. Durrësi është një qytet më i vogël se sa Tirana, edhe nuk është aq i vrullshëm dhe intensiv. Njerëzit njihen me njëri tjetrin, ndonjëherë kjo i bën edhe shumë të stepur për të kërkuar ndihmë dhe
A ekzistojnë ende këto lloj parajgjykimesh në Durrës për terapinë, për vështirësinë, për aktualisht pak më të zbeta, pak më pak, po më përpara po, goxha dhe më të theksuara, nuk kishin qef të merreshe vesh që fëmia po ndjek një trajtim, po bën terapi, apo po shkon diku për të folur, A vëren që ka shumë prindër të cilët e shtyjnë edhe ardhin në terapi për shkak të frikës nga opinioni? Ose mos pranimit. Është një miksim i gjërash, mendoj fillimisht po, qëndron tek pjesa e frikës që ka prindi për të pranuar që diçka nuk po funksionon ashtu siç duhet. Pastaj tek gjetja e ngushëllimit, le të themi që shiko se edhe Daja, Xhai, Halla kanë folur pak më vonë, jo po prit se dikush në këtë moshë po pastaj foli dhe çdo gjë shkoi në normalitet. Patjetër, mendoj që janë akoma prezente pavarësisht gjithë përpjekjeve shumë të mirë që po bëjnë profesionistë të ndryshëm për pjesën e ndërgjegjësimit në këtë aspekt. Gjatë eksperiencës tënde disa vjeçare tashmë, besoj ke patur edhe shumë histori të bukura, shumë suksese dhe arritje, po themi, ose suksese të vogla që të kanë gëzuar pa mas. Ditë ndash një rast i cili ka qenë shumë i vlefshëm për ty? Padyshim, fëmia ime i parë. Fëmia ime i parë është fëmia në cilin unë patjetër kam marrë shumë përgjegjësi, shumë kam testuar veten, jam thelluar shumë, kam dhënë 100% që mund t'i jepesh një fëmijë. Normalisht ka qenë një fëmijë. Si ka qenë fillimi? I vështirë, me një pikë pyetje, a ja dal dot, a e bëj dot, e mora përsipër, si do ta bëj këtë gjën? Po prit se është kjo situatë, për këtë nuk kam informacion. Cilat kanë qenë ato vështirësitë më të mëdha që kanë qenë fillimisht tek fëmia që ti ke hasur ose aty ku ti nuk po depërtoje dot? Normalisht rasti im i parë ka qenë një rast tani kur e mendoj relativisht jo i lehtë. Që do të thotë, ka qenë një fëmijë që kam pas të gjitha fushat e zhvillimit kanë qenë të prepura, si aspekti kognitiv, folura, sjellja, stereotipit, gjitha bashk. Dhe ishte jo verbal në kohën kur unë e mora. Sa vjeç ishte? 3 vjeç e gjys. Çfarë lehtëson këtë proces dhe në bëri kur mos kisha dorë, ishte pikërisht procesi i supervizimit, që ti absolutisht jo që në hapat e parë nuk mund të marrësh përsipër një përgjegjësi të tillë, por edhe më vonë kur ti ke kaluar vite eksperiencë, ke nevojë që të supervizohesh dhe të mos jesh vetëm në gjithë të rrugtim. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe do doja shumë ta përmendja. Normalisht supervizimet kanë qenë intensive në atë kohë, çdo një javë, fillimisht sa ti të integrohesh me sfidat sidomos të sjelljes, të kohës së reagimit, të faktit që fëmia nuk mësonte gjëra dot aq lehtë, dhe në një kohë të shkurtër, ndërkohë kishe përçmëritë e prindërve që e kishin sill tek ty dhe prisnin që fëmia të fliste. Patjetër. Ndërkohë që e folura, po themi, ishte gjëja që do vinte shumë më vonë, sepse ne duhet të merreshmi pak me të kuptuarin, me sjelljen që ishte shmangëse, që ishte refuzuese, me tantrumet, me gjitha bashk, që pastaj ne të kalonin tek ajo gjëja që prindrit donin. Dhe kjo ishte sfidë goxha e madhe. Cilat ishin arritjet më të mëdha që patë ti në këtë moment? Normalisht nuk qenë të menjëhershme, është proces, është gradual, ke fëmia imi parë, diku mbaj mend 4-5 muaj të parë ishin një sfidë e vërtet, fjalët akoma nuk ishin në dukje. Por normalisht Cila ishte arritja më e madhe që pati në atë periudhë që ty të dha një motivacion shumë të madh, një unë gëzim kisha shumë të filluar madh. të isha motivuar që A ishte e folura apo jo, ishte? për mua jo, për prindin po. Për mua jo, unë kisha filluar të ndihesha lehtësuar që kisha parë që gjërat po funksiononin. Se shpeshherë ne i ndajmë këto, po themi, ndryshimet në stasiore dhe cilësore. Unë kisha parë një ndryshim cilësor të marrëdhënies që ne kishim, që do të thotë fëmia ishte aty, ishte prezent, kishte rritur vetëdijen, kishte rritur të kuptuarin, kishte filluar të diskriminonte, të etiketonte gjëra në receptiv, më jep kjo, më trego kjo, të krijonte lidhje të thjeshta logjike, ishte me mua, kishte filluar të merrte komanda. Okej, prindërit e shikonin këtë ndryshim, por nuk ishte ajo që ata prisnin, ishin fjalët. Edhe pavarësisht që shpeshherë ti mund dilim atë entuziazmin shumë të madh për t'i treguar që shiko se sot pa dhe më dha këtë, më dha diçka ndryshe, shikoje që prindi ishte i gëzuar, po atë trishtimin i lexojnë ndë një fjalë, ta? Dhe kjo pastaj prapë të stepte që po ja sot ja dalim dhe me këtë. Kështu që në këtë moment me këtë fëmijë kur filluam ne të flisnim fjalët e para, patjetër që ishte një gjë shumë e bukur, nuk kam për të harruar
atë momentin kur mami çonte video, po thret mami, po thot babi, po na tha këtë gjën. Më thënë janë gjëra që ty të bëjnë me krah, edhe të kujtojnë ty sepse ja vlen që ti të investohesh, të përfshihesh emocionalisht dhe ta bësh këtë gjë me kaq shumë dashuri. Është shumë e bukur. Armina, po si vazhdoi më tej historia? A pati një përmirësim goxha të dukshëm dhe të ndjeshëm fëmia? Shiko, gjithmonë ka sfida të reja, sepse normalisht ti progreson në një aspekt, por mosha që fëmia ka nuk është në përputhje me arritjet, sidomos ky rast i parë që unë kisha. Kështu që normalisht sfidat e reja dalin, ndryshimi i grupeve të kopshtit, pastaj fillimi i shkollës ishte një sfidë, gjetja një mësuese ndihmëse, fillimisht për cilën kishim nevojë në 4 vitet e para. Dinamikat janë të ndryshme, ndryshojnë, por ka fëmijë që ecin shumë mirë dhe ka fëmijë që fillojnë të krijojnë dhe të fitojnë dhe pjesën për qenë të pavarur gjatë një procesi mësimor. Pastaj kjo ishte ajo arritja e dytë më e madhe. Që të bën po prapë me krah dhe thua wow, ne ja kemi dalë. Patjetër që ka vështirësi. Aktualisht është në një shkollë profesionale 2 vjeçare, mund të shkoj vetë, ka autonomi për të bërë gjërat e veta, por që kemi vështirësi aktuale tek pjesa e socializimit, ngelemi akoma selektiv, para pëlqejmë akoma të flasim dhe të diskutojmë për tema të ndryshme, të caktuar, nuk kemi një shoqëri, kemi vështirësi për të krijuar marrëdhënie shoqërore komplekse apo biseda komplekse, por që ka një funksionim relativisht shumë të mirë. Unë mendoj që pak a shumë në Shqipëri është kjo tendenca që neve të arrijmë suksese, sidomos akademike. Dhe pjesa e pavarësisë dhe të qenit i mjaftueshëm për vetveten lihet pak në mënjan. Dhe fakti që një i rritur tashmë, që po shkon në një shkollë profesionale ose adoleshent, shkon vetëm, merr pjesë vetëm në mësim dhe bën rrugën vetëm, përballët situata. Ky është, mendoj, një nga sukseset më të mëdha që mund të arrijmë. E di çfarë më pëlqen së fundmi është që duke qenë se fëmijë me të tilla vështirësi janë gjithmonë dhe më prezent, fëmijët janë edukuar më shumë për të qenë më pranues dhe të shoqërohen më shumë me fëmijë të tillë. Kështu që kjo është një gjë shumë e rëndësishme që do doja ta theksoja dhe mendoj që të paktën në këtë rast kjo gjë e ka ndihmuar sepse gjithmonë ambienti, shkolla, klasa kanë qenë gjithmonë shumë mbështetës dhe suportues tek ky proces. Armina, si vazhdon tani? Po vazhdon trajtimi apo është shkëputur, kurutur? Absolutisht që në momentin që arritëm një lloj, po themi, autonomie të gjërave nuk qesh qytetësi dhe qasjet terapeutike ndryshojnë. Sot vjen vetëm 2 herë ose 1 herë në javë dhe normalisht në aspektin e këshillimit më shumë, sepse pjesa tjetër, po them, e gjërave rrjedhin. Por, ndonjëherë gjërat nuk shkojnë gjithmonë kaq vaj, po themi, ose nuk kemi gjithmonë kaq shumë arritje pavarësisht intensitetit të terapisë, pavarësisht dëshirës son, motivacionit të prindërve, bashkëpunimit, çdo gjë, rastet nuk ecin gjithmonë në suksese. Dhe për këtë flitet shumë pak, sepse asnjëri prej nesh nuk ndihet shumë komod për të ndarë një rast që nuk mund ta themi dështim, por jo një arritje, një suksesi që ne duam vërtet. Është vërtet. Ke ndonjë rast të cilin të doje ta ndaje me ne? Janë disa në fakt, sepse shpeshherë ty të vjen më komod të flasësh për gjërat që kanë ecur dhe që ti ke bërë maksimumin, edhe pse mund të kesh qenë i njëjti person me të njëjtën metodologji. Ti ke trajtuar fëmijë që mund të kenë startuar, po themi, dhe me të njëjtat barriera të zhvillimit, por mënyra se si kanë ecur nuk ka qenë e njëjtë. Ka fëmijë që shpejtësinë me cilën e mësojnë e kanë shumë herë më të shpejtë, shumë herë më të mirë, kanë fleksibilitet për ta përdorur këtë informacion me cilën ti e ke stimuluar për një periudhë caktuar kohe. Ka fëmijë që ti përdor për të njëjtën gjë, por shpejtësia me cilën ata mësojnë dhe ne i themi procesi gjeneralisimit, është shumë i vështirë jashtë ambientit të terapisë. Dhe nëse do t'i referohesh a një nga rasteve shumë të vështira që kam pasur dhe më ka të kurur, kam projektuar shumë gjëra, se sikurse edhe prindrit dhe ne, kur marrim një rast, pavarësisht që
tentojmë të jemi objektiv, nuk është që dalim dot jashtë pritshmërive, edhe ne krijojmë pritshmëri. Patjetër që po. Në një herë kemi më realiste sepse pritshmëritë Mendoj që edhe si terapist, Armina, ne priremi të shikojmë potencialin në fëmijës, jo asnjëherë këtë gjë nuk di ta bëj, ne themi këtë gjë mund t'ja mësojmë. Është e vërtetë. Prandaj dhe neve projektojmë edhe dëshirat tona, arritjet. Po, kemi pritshmëri, ne themi po prit se mësoj 15, do t'i mësoj dhe këtu 20, edhe hajde do ta gjejmë këtë. Do gjejmë formën, mënyrën. Aman thash, fëmijët janë të ndryshme, dinamikat janë të ndryshme, mënyra se si fëmia e mëson gjën dhe vendos për ta përdorur, është edhe kjo shumë e rëndësishme. Motivacioni që ka. Shpeshherë fëmijët që kanë filluar dhe është zhvilluar dhe kanë pasur gjatë një motivacion për të bashkëpunuar, kanë ecur shumë shpejt. Ka fëmijë që e kanë të gjithë informacionin aty, por nuk vendosin ta përdorin. Dhe kjo gjë përбën barrier. Rasti në fjalë ishte një rast që ishte jo verbal deri në moshën 5 vjeç. Kishim arritur një të kuptuar relativisht shumë të mirë, dhe unë dhe prindrit dhe fokusi ishte tek pjesa e komunikimit verbal. Komunikimit verbal. Patjetër. Kishim bërë trajnime bashkarisht. Thash, kam pasur fat me stafin, po fat dhe me prindrit që disa prej tyre janë trajnuar paralelisht me mua dhe vendosëm që më bënin peksi me fëmijën. Normalisht u deshet e prindit të trajnohej. Peksi është sistemi komunikimit përmes fotove. Përmes shëmbimit të figurave, po të fotove. Që një proces shumë i bukur, që një dinamik shumë e bukur. Mund të më tregosh pak në fillimet e peksit. Si u ndje fëmia kur kuptoi që mund të komunikonte përmes një fotoje? Shiko, mua më duk sikur ai fëmijë ishte gati. Atit fëmijë i kishte munguar ajo gjëja. Shpeshherë ka shumë qasje skeptike të kësaj, të peksit. Unë e kam parë shumë frytdhënëse dhe shumë të rëndësishme dhe i jep fëmijë një mënyrë dhe një alternativë tjetër komunikimi dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme. Diçka të cilën fëmia nuk e ka vizuale, nuk mund të ta komunikojë se nuk janë fjalët. Aman ai e ka aty në foto dhe mund ta gjej, ai mund të thotë lehtësisht dua të shkoj në det. Okej, do të përpiqem. Cila ka qenë gjëja e parë që ka kërkuar Armina? Që të uja. Që të uja. Dhe ndarket kishte shpeshherë tantrume se nuk e kuptonim, ai kishte shumë dëshirë për të shkuar atje dhe momentin që u dha ky mjet komunikimi, do shkonte ta gjente ke libri. Jo gjithmonë do mund ta çonin, do të kishin dëshirë që ta çonin. Pastaj normalisht përdorimi i peksit bëhet diçka shumë e rëndësishme. Disa fëmijë mund të vetë fitojnë pjesën verbale dhe nuk i penalizon kjo gjë. Pra bëhen ekspresiv dhe ky rasti po prap që ishte shumë i vështirë në kompleksitetin e vet dhe në vështirësitë për të arritur gjërat në kohë. Arriti të ishte verbal, filloi të fliste. Edhe kjo ishte një gjë shumë e bukur, por motivacioni ngeli gjithmonë shumë i ulët dhe përdorimi i fjalëve ishte vetëm në momentet ku fëmia donte dhe kishte një motivacion shumë të lartë për të bërë kërkesa, për të treguar gjëra. Si thuaç, një fëmijë që kishte fjalë, por që i përdorte jo në mënyrë fleksible. E kuptoj. Kështu që nuk do ta listoja. Si vazhdoi komunikimi përmes peksit? A u vazhdua, a u shtua, a patëm një rritje? Patjetër, u ndoq me rigorozitet gjithë pjesa e protokollit, mënyra se si aplikohet, supervizimeve të vazhdueshme, prindrit dhe unë gjithashtu, u futën shumë programe përmes peksit, derisa fëmia filloi komunikimin verbal, spontan, po thash jo shumë fleksibël, sepse ishte mënyra e tij dhe përsëria e tij për të komunikuar. Kështu që, është një rast, thash, i bukur për sa i takon arritjeve, por i vështirë për sa i takon rezultateve dhe pritshmërive që ne kishim në kohë. Në kokën. Interesant, Armina. A vazhdon fëmia? Ende tani terapina është në proces apo është shkëputur? Nuk jetojnë më në... Okej. Ke komunikuar? Po, shiko, jashtë kanë një strukturë tjetër, kanë lehtësira të tjera. Aktualisht neve e kemi këtë teksin të bërë me një libër, jashtë kanë pajisje të caktuara që përdorin dhe e lehtësojnë dhe po, është një mjet i përdorimit vazhdueshëm në seancat e terapive që ndjek atje, pavarësisht se fëmia është verbal. Armina, po të kishe kthyer kohën pas, a mendon se do kishe bërë diçka ndryshe në lidhje me këtë rastin? Ose çfarë mendon se e ka bërë më të vështirë arritjet? Mendoj që ishte rasti im i parë në cilën implementoi peksi dhe nëse do isha kthyer në kohë,
nuk do kisha aq shumë dyshime tek mendja ime sikurse dhe unë dhe prindi që po prit se mos do ngeli pak i varur nga kjo gjëja, do të thënë ti e bën, ti e di, dhënat shkencore janë aty që kjo është efikase. Një gjë është efikase, por momentin që ti e implementon për herë të parë normalisht ke edhe ti nuk mund të transmetosh prindit të njëjtën siguri që ti sot ja thua dhe ja sugjeron. Gjithsesi unë mendoj që ti ke bërë një punë të mrekullueshme. Jam shumë e sigurt me gjithë motivacionin që ke treguar dhe nga ana personale, që të njoh se si ti punon dhe me sa dëshirë dhe me zemër i merr gjërat, kështu që padyshim e di që ke bërë maksimumin tënd. Po në qoftë se do të referohesh atë pjesës së gjërave që shpeshherë duhet terapia nuk ka qenë fokusuar vetëm tek ajo ora që ti kishe. Patjetër. Me fëmijën. Komunikimi me prindin, mbështetja që ti duhet shpeshherë të jepi edhe në kopësht, në shkollë, fakti që unë personalisht kam dashur shumë që të merrem me fëmijët e mi të parë, me mësuesit, me edukatorët, shkoja ti takoja vetë, ndoshta edhe vlerësime të tjera që nuk bëheshin qendrën time, nuk bëheshin nga unë, kam qenë shumë kurioze për ditur, edhe për tu. Mendon që e ke marrë pak kështu si fëmijën tënd tamam. Është e vërtet. Çaj ta çojmë, është shikoj se ka dalë edhe ky ku dëgjon neuropediatër. Ta çojmë atje, ta çojmë se jo. Dëgjojmë dhe një version tjetër. Kam qenë shumë e hapur dhe jam e hapur ndaj gjithë qasjeve. Armina, nëse sot do dëgjon një prind i cili është në një vështirësi, çfarë do t'i rekomandoje? Çfarë këshille do t'i jepje? Unë jam prind vetë dhe shpeshherë e kuptoj dhe pjesën që prindi stepet kur shikon diçka që nuk shkon tek fëmia ose ka një dyshim rreth diçkaje. Do doja shumë t'i thosha të mos ngelet gjatë tek pjesa e mendimit, nëse është, nuk është, nëse po zhvillohet, nuk po zhvillohet, por të ketë komoditetin për të kërkuar një mendim tjetër. Ku duhet të drejtohen prindit? Ku konkretisht, sepse ka shumë që thonë që okej, fëmia ka një vështirësi që te një lokoped, po themi. Kush është hapi i parë? Ku duhet të drejtohen? Unë mendoj që kanë ndryshuar pak gjërat dhe janë bërë pak janë strukturuar më shumë dhe janë bërë më fleksibël. Sot më vijnë shumë prindër që i ka referuar pediatri i zhvillimit. Ka konstatuar në vizitat e radhës diçka që nuk shkon tek fëmia. Dhe ky është një hap shumë i rëndësishëm. Një tjetër burim janë edukatorët. Pavarësisht se ne themi mos i krahasojmë fëmijët me njëri tjetrin sepse secili fëmijë ka ritmin dhe zhvillimin e vet, po prap janë ata që vënë re që fëmia mund të ketë një sjellje të çuditshme, që grupi po e arrin këtë proces dhe fëmia nuk po përfshihet, nuk ndan të njëjtat interesa, mund të bëjë sjellje të pazakonta, nuk arrin dot ndonjëherë ka dhe fëmijë verbal, por nuk arrin dot të çojnë proceset që kanë punët, që kanë grupet nga fillimi në fund, është lehtësisht më i shpërqendruar dhe kështu me radhë. Domethënë sot shikoj një lehtësim të ti, po them momenti ku prindi duhet marri vendimin për ta çuar diku. Sot ka disa mënyra, domethënë lokopedi, pediatri, neuropediatri, pediatri zhvillimi, gjithë janë aty, boll që ti të trokasesh në një derë dhe patjetër që do të orientojnë drejt. Është dashuria për punën. Armina, po në lidhje me prindrit, cilat janë problematikat ose ato ngërçet e komunikimit që mund të hasësh shpesh? Me eksperiencën ti fiton një besim dhe qetësi për t'i komunikuar dhe për të krijuar një qasje që duhet jetë sa transparente, aq edhe reale dhe objektive, por në të njëjtën kohë dhe pa e vrarë prindin dhe pa ja thënë atë informacionin ashtu me vështirësi që fëmia ka, me barierat në zhvillim që fëmia ka. Kështu që prindi duhet jetë aty me ty për ditur dhe për të kuptuar barierat që fëmia ka, mënyrën dhe shpejtësinë me cilën ai mëson vështirësitë aktuale dhe në momentin që shumica e prindërve kuptojnë këtë gjë, janë shumë mbështetës, janë shumë optimist, janë një pjesë shumë e rëndësishme e gjithë zhvillimit të fëmijës, dhe janë ndihmojnë. Sikurse ka prindër që është shumë e rëndësishme pjesa që fëmia të flasi dhe të komunikojë, dhe më pak të rëndësishme janë, po themi, sjelljet apo sjelljet shmangse apo po themi vështirësitë sensoriale, vështirësitë e tjera dhe shpeshherë
tërhiqen në një moment të papërshtatshëm, ku fëmia nuk i ka arritur gjithë, po themi nuk i ka kaluar gjitha me sukses barierat. Dhe ndonjëherë bëhet që ti të rikthehen në një moment të dytë, edhe pse ti je munduar të tregohesh e qartë për vështirësitë që fëmia ka. Çfarë do t'i thoshe konkretisht një prindi që sapo ka nisur terapinë? Përballemi shpeshherë me të tilla situata, janë dhe situatat më delikate, le të themi, të gjithë procesit. Kështu që patjetër që është shumë e rëndësishme që prindrit t'i shpjegohet në detaj çfarë është terapia, ku qëndron mënyra dhe se si ne do ta aplikojmë dhe se si do stimulohet fëmia, kohëzgjatja, barrierat që fëmia ka, në mënyrën sa më kujdesshme të mundshme, sepse prindit shpeshherë nuk vinë gjithmonë me qasje pranuese përkundrejt vështirësive. Momentin që ti arrin ta qartësosh prindin te gjithë këto dinamika, te të gjithë këto pika, atëherë dhe prindi është më i qetë, më besimplot dhe më mbështetës përkundrejt gjithë procesit. Normalisht, le të themi tremujori i parë, që është dhe hapi i parë i procesit të terapisë, ka disa objektiva të shkruara shumë bukur aty, që ne përpiqemi t'i realizojmë, jo gjithmonë i realizojmë, dhe për këtë duhet jemi shumë transparent me prindrit se çfarë ne presim, kush janë vështirësitë, çfarë ne presim nga fëmia, si do ndërhyjmë tek këto vështirësi, dhe momentin që të gjithë punojmë së bashku, patjetër që të rezultatet janë shumë më të shpejta. Faleminderit Armina që ishe sot me ne dhe ndavem eksperiencën tënde, këshillat e tua. Mendoj që me rastet që ndave ke motivuar prindër dhe terapist për të bërë një punë sa më të mirë. Të falenderoj vërtet. Duket sikur ndonjëherë ndryshimi fillon tek një person i cili vërtet përpiqet shumë, nga një prind i cili nuk dorëzohet nga asnjëherë dhe nga një komunitet që nuk gjykon. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse pavarësisht gjithë shkaje, pavarësisht gjitha vështirësive, askush nuk ka pse ta bëj këtë rrugtim vetëm. Është e vërtet, dhe unë dua të them që patjetër ndoshta jo të gjithë fëmijët arrin njësoj, por në momentin që fëmijët ndjekin terapitë e duhura, qasjet e duhura, të gjithë fëmijët kanë dhe mësojnë një ndryshim në vetvete, krahasuar me veten, kështu që kjo është një gjë shumë pozitive për mos hequr dorë kurrë. Kështu pra mbyllet dhe episodi i sotshëm. Ju falenderoj shumë që ishit me ne, në Ndryshe por bashkë.